Shikues të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio për pjesën e fundit të emisionit Mëngjesit dhe do të flasim pak për takimet të ndryshme që ka marrë pjesë pra dhe kongreset në përbot me oftalmologun Faruk Semiz, të cilin e kemi tashmë në studio. E ne do të flasim po ashtu dhe cilat janë zhvillimet e fundit në Eye Hospital, ku krejt trajtime, diagnostikimin dhe ndërhyrjet e ndryshme ju mund t'i bëni këtu e nuk ka nevojë me shku në vendet e tjera të botës. Mirëmëngjes doktor, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes, herkese çok selam ve saygılar. Përshëndetje dhe respekt. Geçen hafta burada olmadığımdan dolayı Javën e kaluar nuk ishim këtu sepse ne yapıyoruz? një Son udhtim, gelişmeler hakkında patëm bilgiler një vereceğiz. lidhje. Bizi izleyen herkese çok Edhe selam sot ve do të bisedojmë për saygılar. rrisit në degën. Është kënaqësi, po javën e kaluar pra doktore nuk ka qenë prezant, e ne do të flasim pak për takimin botëror të oftalmologëve që ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çka u zhvillua atje? Amerika'daki toplantılar biliyorsunuz dünyadaki bütün toplantılar çok önemli ama Amerika'daki një mbledhje në Amerikë. hastaneler ve Krejt mbledhjet që organizohen në botë në degën e oftalmologjisë kanë rëndësi, po yani mbledhje në dünya Amerikë nerede siz neredesiniz onu daha real bir me şekilde rëndësi më të lartë. son gelişmeler nedir? Yani onu Marrim informata, japim informata për krejtë rrisitë që po ndodhen në degën e oftalmologjisë ndërkohë në nivel botëror. Për ato, yani biz de pjesëmarrje në këto mbledhje toplantılarda është me rëndësi çünkü të madhe. toplantıda konuşmaya Qysh başlamadan për ne si spital që ashtu isminizi edhe për me sonra nereden prezentu geldiğinizi de söylüyorsunuz. edhe Kosovën, sepse ne kur e prezentojmë vetin në ato mbledhje e prezentojmë edhe shtetin prej ku jemi të ardhur. Zor. Do të thotë, është me të vërtet Bir şey yapmanız lazım. një punë shumë me rëndësi të madhe, me rëndësi nga ana Ve në lidhje me shkencën, në bazë të shkencës. Do të thotë, mbledhje që ka organizu në Amerika, çalışmalar onlarla ilgili që thash rëndësi të madhe, tu i prezentuam punimet që ka na po i realizojmë zaman qysh këtu në spital, qashtu edhe në lidhje me bashkëpunimin me Elit Üniversitesi oftalmologat botërore. çalışmalarla birlikte bizim Tu yaptığımız kemi bo prezentim edhe për punime me qeliza burimore, Ona yatı gidiyor. na i realizojmë se Korna armeria e oftalmologjisë do të aslında bazohet göz içine girmeden në sadece gözün qeliza altına cam tabakası burimore, do me thotë qelizat burimore janë shumë një element kryesor të hastalığı shërimi syrit, çözebileceğiyle ilgili yeni smundje e kornejes edhe pjesës së mbrapshme syri shërohen, trajtohen me qeliza burimore edhe ne si Eye Hospital Prishtinë jemi lider në këtë lami, kemi goxha shumë punime cilat në kanë dhënë shumë rezultate të mira. bu bakımdan çok önemli. Për ato që thasha, kjo mbledhje ka një rëndësi Gerektiğini të madh edhe devam etmemiz gerekiyor. me thotë duhet me vazhdu me këtë ecuri, sepse krejt këto punimet janë bazohen Tam në tersine shkencë. daha ne yapabiliriz? Daha Edhe yüksek teknoloji kemi kullanabiliriz. Gelen ulëtime, hastalara daha kemi nasıl, iyi hizmet punime edebiliriz? qysh mujmë me përparu, me qumë më lartë, me i që këto punimet. Devam edeceğiz. O bakımdan Po vazhdojmë eden konulardan me şeyi këto punimet, këto janë temat që na bize çok në saygı interesojnë, bu saygıyı ve jemi taku me shumë respekt të madh, sepse bota oftalmologjike ka një respekt po për këto punimet. Ju edhe disa javë më parë keni qenë edhe në Indi dhe Athinë. Cilat ishin temat apo problematikat që keni trajtuar atë? bizim zaten en çok şeyde bir doğuda bir batıda dünyada ne oldu? Yani Do me sadece thot, hep na doğuda ne oldu? shkojmë në për mbledhje edhe në Perendi edhe Nüfusunun shtetet lindore për me i përcil zhvillimet në degën oftalmologjisë, me u informu qysh atje i zgjellin problemet në lidhje me shërimin syrit, pastaj i kroasojmë genel konu kök hücre. këto punimet, po, qysh i thash, edhe ma herët krejt shumica e punimeve cilat realizohen
në kohat në vitet e fundit janë në bazë të shërimit me qeliza burimore. Problemler olsun. Më thot, problemet me pamurin, problemet me korneën, problemet me retinën, edhe shumë problemet tjera në lidhje me syrin, shërohen në baste qelizave e burimore. Do më thot, po provojmë zgjidhje, sepse, që thash, janë krejt punimet bazohen në shkencë. Shembull, kemi shumë pacientat që kanë vizitu shumë spitale, shumë doktore, po nuk kanë pas zgjidhje për problemin e syrit. Na shumicën e problemeve cilat na vinë në spital i zgjedhim me këto punime që jemi të i realizu intensivisht në kohat e fundit. Pacientat cilat vintene në informojmë sa spitale kanë vizitu, sa operime i kanë kalu, a kanë pas sukces, shumica nuk kanë pas sukces. Këto punimet që kanë na i realizojmë në spital në ndihmojnë me i përmirësu këto pacientat, me a kthe pamurin, me arrit për qindjen e pamurit, do me thot një sistem shumë aktuel, shumë dinamik, edhe i zgjedhim problemet pa me marrë parasysh prej ku na vinë pacienti. Do me thot, qelizat burimore, shembull, përdoren edhe të retinitis pigmentoza, të probleme korneës, të degenerimet korneës. Në vend me bo keratoplasti, bojmë suturles keratoplasti, do në thot, e ndrojmë formën e korneës edhe shërojmë, i shpëtojmë pacientat prej transplantit. Do në thot, këto punimet bota oftalmologjike i përcjell me interes të madh na kontaktojnë edhe kanë shumë interes, qysh na i realizojmë këto punimet. Sekonder olarak ne gibi kuru gözle ilgili olsun. Punimet me qeliza burimore i përdorim edhe te pacienta me syri thatë, tek pacientat që kanë munges lotit. Do në thot, i përcjellin krejt problemet aktuele në lidhje me syrin edhe të e përdor teknologjin më të lartë, i zgjellim problemet edhe ja kthejmë shëndetin syrit pacientit. Normalisht këto punimet na i botojmë, sepse nuk mjafton vetëm me i realizu punimet, po duhet me i botu edhe me i prezentu na për kongrese, na për mbledhje ndërkombëtare, me i botu na për revista botrore. Në me thotë, këto janë momente me rëndësi të madh. Në me thotë, na takohemi face to face me eksperte eminente edhe bëjmë lloj konsultime për zgjidhjen problemeve që i kanë pacientat me syrin. Do me thotë, na po i vazhdojmë këto punimet me intensitet lartë, që tash në prak kemi me pas një mbledhje për smurjet e korneës, kemi 2 prezentime. Në fund të muajit dhe të realizohet mbledhje dhe unë dhe t'i prezentoj punimet më të reja i kum realizu në degën e shërimit korneës, dhe t'japim përgjigje edhe pyetjeve që do të na i bojnë atje për në lidhje me shërimin korneës, do normalisht dhe takumi atje dhe dhe t'i prezentojmë krejt punimet edhe sukceset shka na i realizojmë. Këto punimet normalisht edhe aktivitetet na motivojnë, sepse po ndihmojmë pacientave me pas një shikim më të mirë me pa botën. Ju jeni duke punuar me një intensitet të lartë, cilat do t'jenë vendet e tjera ku do të thoni tash? Bizim hem bilimsel çalışmalar olarak hem toplantı olarak durma şansımız kalmadı. Do të thotë, nuk kemi shansa me undal, me qëndru.
punimet në bazë të shkencës, aktivitetet çdo ditshëm në spital vazhdojnë me intensitet të lartë, kemi goxha shumë thirrje, ftesa për me marrë pjesë në për kongrese edhe mbledhje ndërkombëtare. Në august shembull kena me pas mbledhje në Vjenë. Oftalmologët e botës dhe të pinë edhe dhe të botë një mbledhje me randësi të madhe. Dışında yaşayan olarak o bizim yurt dışındaki yaptığımız şeylerle Kemi shumë ftese edhe interes nga ana Turqia, cilat po interesohen për punimet që i realizojmë na, këto do me thotë. devam etmesi gerekiyor. Këto Yani punimet pa tjetër saatten sonra duhet me i vazhdu. durduğunuz an bittiğiniz an. Do me thotë Ben işte nuk çok iyiyim hayır. duhet me Daha nasıl daha undar, iyi olur? duhet me vazhdu, duhet me qëndru, duhet me zhvillu. Edebilirsiniz. Bu Këto punime duhet me i bo ullumtime më të thella edhe zgjidhje më pozitive. toplantılarda da söylüyorum. Asla durmayın. Shumë shpesh edhe në përmbledhje jam të folë që nuk duhet me undar, duhet Bir iki defa gjithmonë mutlaka aksaklıklar çıkabilir. me vazhdu, Olsun, devam tu edin. i realizu këto punimet, normalisht mundët me u paraqit probleme, po këto probleme duhet me i zgjell edhe me vazhdu, me i zhvillu, Hep pozitif mutluğa devam edhe gjithmonë me kansa ma pozitiv. Do me thotë, kjo është shkenca, shkenca nuk lejon me qëndru, shkenca detyron me vazhdu, Bundan sonraki me hec felsefemizde për para. Na edhe ma tutje dhe të vazhdojmë. Lisbon Kemi artı mbledhje në Prag, tekrar kemi Amerika, në Lisabon, kemi në Vjena edhe do da Türkiye ile yıl edhe ma në fund vitit keni më pas prezentim në Turqi. Me të gjitha këto punë që ju po i zhvilloni, patjetër që jeni edhe në Kosovë në iHospital, cilat janë punë të tjera që po bën këto? Biz kurulalı yaklaşık tam 10 yılı bitirmiş oluyoruz. 11. yılınca giriyoruz. Që Geldiğimiz 10 günden beri vjet hep jemi këtu në Kosovë. Kjo është vitin 11. Edhe gjithmonë i përcillim risit. çalışanlarımız için, beraber çalıştığımız Do arkadaşlar. me thotë, kjo është një motivacion edhe për ne, edhe për stafin, personalin që i punon, me rëndësi është një pozitivitet për pacientat, cilat marrin një shërbim, një shërim jashtëzakonisht në nivel të lartë, po kjo nuk do me thotë që duhet me qëndru, duhet me vazhdu, të e përdor teknologjinë e lartë, të e përdor shkencën, me prodhu zgjidhje ma pozitive, edhe ma tutje, dhe të vazhdojmë me këto punimet. Kur njerë nuk i ndalim punimet me rëndësi, kemi shumë punime në lidhje me retinën, me shërimin retinës. Këto bazohen në shkencë. Katarakla ilgili yeni Gjithashtu teknikler. edhe teknikat të reja po zhvillojmë për operime, me rëndësi për kataraktën, edhe do smundje tjera. Kemi zgjidhje Hastanemizde të vëllitshme edhe shumë pozitive për pacientat, për ato pa me marrë parasysh moshën pacientave cilat na vinë. dünyada bir şey çözülebiliyorsa Nëse ka një zgjidhje cili realizohet në nivel botror, pa tjetër e realizojmë edhe ne në këtu në iHospital Prishtinë, edhe këto punimet na po i prezentojmë për këto mbledhje ndërkombëtare, şuna sepse gidiyor. Çok fazla armeria e oftalmologjisë fazla është bazohet sa më pak me përdor prerje. Oranın şeklini, Do me thotë me do ndryshime shka do të bëhen te kornea e syrit me e përmirësu değiştirebilecek. shqecimin pamurin, përqindjen e pamurit. Do me thotë pa me e bo ndryshimet te anatomia e syrit e kornejes, pa me bo najlendim, me e përmirësu pamurin. Do me thotë sistemi po shkon në drejtim. Kryesisht në bazë të cilave rekomandime vinë pacientët të ju, ku e gjenë burimin e këtër informatave? Ya Balkan insanı çok saygı duyuyorum. Çok Kam shumë akıllı, zeki respekt të madh për popullin
15 yıldan nga Balkanlarda shtetet yaşıyorum. Ballkanit. Ya Unë zaten që 15 yurt dışında da vjet beni jetoj açık söyleyeyim, këtu në Ballkan. yani Türk olarak çok tanıyan yok. Yani Balkanlarda. Yani şöyle algılanıyor. Ma shumë nuk po më njohin si Türkiye'de prej okumuş ama Balkan Turkisë, po më njohin Ben de si bundan hiçbir zaman prej şey yapmıyorum. Ballkanit. Edhe Rahatsız une olmuyorum. Çok da mutluyum. normalisht e pranojnë normal, se Gelen populli po hastaların din që une çoğu jam prej ya Ballkanit. internetten Në ya të thotë, shumica e pacientave informatat ya da i yakın marrin akrabaları ose prej internetit, ose prej familjarit, ose prej shoqënisë, do me gelen thotë, hastaya ben onlardan informohen. konuşuyorum. Nuk Doğal kemi olarak pacientat sizin që nasıl konuştuğum gibi. vinë Sorduğun zaman rastisisht, zaten, do me hemen thotë, üçüncü kelimesi bir akrabamız çdo pacient sorunu po na jep informata, çözülememişti ama siz geldiniz ka çözdünüz. marr informat për ne, për yakınım spitalin. Şöyle oldu ve hatta şu komşu Shumica- şu şekilde tavsiye etti. Artı bunun yanında da Ndaj kendi pjesë artık familjar sosyal janë medya olsun, operu internet të olsun, ne, çok yakın kanë bo konuşuyorlar. kontrollimet, Mesela Ayvalık'ta Prishtina ve hatta Doktor Fahri edhe kanë fitu një besim për me artë ne. Një pjesë tjetër, në internet, e shkryen emrin e spitalit, e shkryen emrin e doktorit, gelen edhe insana i bir marrin özgüven, informatat geldiği e yerin doğru. nevojshëm, Bizim için pastaj de e evet, lypin bize saygı spitalin duyulmuş, edhe bëjnë verilmiş bu insana biz termin nasıl daha iyi hizmet për një verebiliriz? kontrollim. O şeyi, Normalisht na interesohemi me këto pacientat, jo me të këto, me krejt pacientat për me dhanë një Bizim için. shërbim Yani në bizim nivel baktığımız açı da şöyle. ma të Bize lartë. çok saygı duyulmuş, bizimle ilgili iyi Shumica araştırılmış. e madhe Daha kanë nasıl shumë respekt, edhe sepse kanë respekt, na mundohemi këtë respekt me meritru, mertebe. Yani me olabilecek dhanë një shërbim jashtëzakonisht mirë me nivel të lartë. Kjo është teknolojiyle beraber bunu principi yapmaya punës së başardık. Nasıl olur? spitalit. Edhe na këto dhe vazhdojmë edhe Na trego matutje. pak edhe për cilat, kryesisht për cilat shqetësime apo sëmundje vinë pacientët. Ya bizim hasta grubu yaşı ne olursa olsun, Pa me marrë sistem tut, göz moshën. ışığı tut, kapak tümörlüğünden Pacientat na vinë për lloj-lloj operime, për kanalet e lotit, për estetik, për operime e kapakut e syrit, pasiyet për paralizden tut. kemi pacientat cilat na vinë me Varsa bir çözümü. lloj paralize ku nuk funksionojnë kapakut e syrit, ku nuk funksionon syri. Bugün sadece Do me thotë, sadece relax smile yapacağız. Bugün sadece më rëna ditës kemi lloj intervenime, nuk e kufizojmë intervenimet, shembull, sot do bëjmë veç operime e pëlhurës, po më rëna ditës i bëjmë lloj intervenime të gelmiş mesela. ndryshme. Sorunun neymiş? Mesela diopti çektirmek. Niye? Çünkü Pacientat Avrupa'da cilat na vinë 5 katı me fazla probleme yani hem kendi për ülkesindeki, dioptrien. hem kendi Kemi ülkesinde shumë pacientat ailesi cilat na vinë prej Evropës edhe ankon, sepse intervenimet atje janë koda shumë me kost të lartë. Yani siz Kustojnë öyle bir shtrejt. hizmet sunmanız lazım. Bizim Do thotë, yaptığımız kur vintene şey edhe o. kur Yani informohen hastanın ne për sorunu varsa, çmimet, hasta mesela për metodat, Sancak bölgesinden geliyor direkt i veyahut da pranojnë këto propozimet edhe Montenegro'dan ofertat. geliyor veyahut da Tiran'dan Shembull, geliyor. pacienti na Sorun vjen neymiş? prej Bana Malizi ne ose istiyor? prej Tiranës, istiyor. Mesela direkt sen hastaya şunu na informon Ya çfarë sen problem git, ka, ben sana şey edhe yapayım, bir hafta sonra po informohet O gün çfarë olmak istiyorsa o gün zgjidhje oluyor. ka Zaten për problemin. 5-10 dakika arasında Pacientat süren bir cilat Sadece vendosen me bo intervenimin, intervenimet bon shumë shpejt, shkurt, efektiv, nuk zgatet. neler yapılması gerektiğini verdiğiniz zaman hasta Informojmë bize gönderiyorsunuz. çish duhet me usjell Yani, pas operimit, sa çfarë pika duhet me përdor, do me standartlarında thotë yapılması jemi yapılan ve një standard yapılması në gereken bir ne varsa nivel hastanın botror, o şeyi hasta istediği zaman o gün için edhe pacientat shumica cilat kanë mundësi mundet mrena ditës, mas vizitës me prit, edhe me hi, me bo edhe intervenimin kirurgjik për shembull, për dioptri. Korneanın şeklini değiştirerek çok rahatlıkla Tek çözebiliyorsunuz. këto raste, tek shumica e rasteve me ndryshimet që i bëjmë të forma e kornese her përmirësojmë edhe hastanın dioptri. tedavi sürecinde Me thotë, süreler, timingler procesat e trajtimit i spjegojmë në fillim se asnjë rast nuk është njësoj, do me thotë ka dallim mes rasteve, edhe ato duhet shumë mirë me i spjegu në fillim Yani bunu ilk önce
damlamı vermek Janë lazım. do pacientat që datë njerë, duhet me I bo trajtim me pika, me përgadit për intervenim laserik edhe pastaj manë punë me bo intervenimin Empati yapmanız laserik lazım. në Siz nasıl bir yere gittiğiniz fund. zaman Më thot, size baştan empatia është şöyle me do e olabilir, mos. böyle olabilir Duhet me diye bo açıklama empati yaptığınız me zaman nasıl pacientit mutlu oluyorsunuz? edhe si pas mundësijës, bakın, si pas senin kohës durumun şu, pacientit bundan me sonraki süre şu olabilir. informu, me nis me Göz trajtimin, tansiyonun var mos ama me ilk ngarku görüşü pacientin geldiğin zaman tekrar bakacağız. me kohë, me Yol haritası edhe me yaptığınız sistemde dhanë bu. një zgjidhje Yani cili hangi I ülkeden, përshtatet. hangi bölgeden gelirse gelsin hasta. Normalisht e marim parasysh prej ku ato ardhë Yapabilecekse hasta o gün pacientin, istiyorsa o gün a ka nevoj me bo me njerë intervenimin, a mund gerek me korona konusunda vazhdu me gerek seansa, do në şeker thotë, konusunda pa me marë gerek parasysh özel çka është në pyetja, është sheqeri, diabeti ose probleme tjera me Doktor, sy. faleminderit, po besoj që do të takojmë edhe javën e ardhshme. Evet, bugün biraz zaman çabuk geçti. Do të koha në kaloj shumë İnşallah haftaya shpejt daha edhe javën e ardhshëm besoj do të vazhdojmë me tema interesante, përshëndetje dhe respekt. Dhe uroj që do të takojmë edhe javën e ardhshme. Faleminderit.